Nelson Hysa, përshëndetje. Përshëndetje. Për 30 vit me radhë jeni fitues i anketës më të mirëve të sportit shkodran për vitin 2024. Ju keni marrë shumë vlerësime gjatë karrierës tuaj, por besoj se edhe këto lloj vlerësimesh është bukur sepse vlerëson Shkodra. Me thënë vërtetën është një aktivitet, po themi i përvitshëm përderisa u bë 30 vit që organizohet. Rrallë parë të falenderoj ty për organizimin. Jo pse vetëm unë jam shpall në sportistët më të mirë dhe personazhet më të mirë të Shkodrës, por për atë që ja i kthen Shkodrës, për atë që kujtohet gjithmonë me pas evente të bukura sportive, ku ne sportistët mbledhen gjithë bashkë për gjitha fushave, se normalisht nuk kena mundësi mu takuar shpesh sepse kalojmë kohë për gjithë në fushat tona. Unë në stërvitje boksit, shokët e mi ose kolegët në futboll, disa tjera në fushat të tjera sportive. Çmim që ju dorëzuan nga nga kryebashkiaku të Beci, duke që ishte çmimi i mbrëmjes dhe besoj që emocionet për do moment të dorëzimit të një çmimi. Ashtu si që theksova dhe përpara, të falenderoj ty për organizimin, gjithashtu du me falenderu shumë zotin Beci, që erdhi, që ishte i pranishëm, që sa do pak u mundu me organizu bashkë me ju këtë event, pra kjo do thotë që është një vëmendje e shtuar e sportit, ndaj sportit në Shkodër. Zoti Beci gjej rastin prapë me falenderu, ka ardhur ka njëherë edhe në Angli, në Londër, bashkë me një grup simpatizantash për Shkodër dhe shqiptar. Për mua është vlerësim që kryetari i bashkisë vjen mjek edhe së fundi edhe me dorëzoi një në çmimet më të bukura që kam marrë gjatë karrierës. Nelson, ju vlerësohet si njëri prej 10 personazhe më të mira të sportit, por në fakt si ka qenë viti 2024 për ju? Ashtu siç edhe kena biseduar edhe privatisht, po ashtu edhe në kamera, Gjergj, ka qenë për mendimin tim, ka qenë viti më i suksesshëm i sportit tim deri në këto momente, përpres 2025 edhe më të mirë. 2024 ka qenë për mua, ka shënu kulmin e karrierës time, ka marrë për herë të parë për vedi edhe po ashtu për Shqipërinë titullin kampion e Europës. Kam dalë kampion për disa të herë, që ndoshta për dike bëhet e mërzitshme, se u bën shumë herë më dalë kampion Shqipërie, po për mua është satisfaksion, pse jo, është një nder që të shpallem për disa të herë kampion Shqipërie, dhe gjithashtu ndihmova ekipin e Vllaznisë të shpallet kampion. Dhe gjitha ndeshjet e vitit 2024 kanë qenë vetëm fitore, kam mbyllur një vit me bilanc pozitiv pa asnjë humbje. Përmendet titullit kampion të Vllaznisë, dhe në fakt në kampionatin e shtatorë që është zhvilluar në Shkodër, mbyllet cikli me boksin olimpik. Ke qartë që e mbyllet këtu apo jeni plotësuar në atë çfarë keni dhënë në boksi shkodrar dhe boksi shqiptar gjatë gjithë këtyre viteve? Të thënë vërtetën, sporti boksit olimpik është emocionues, është tjetër fushë sportit boksit, po unë jam i plotësuar atje, kisha arrit atë që kam dashur. Momentalisht jam kampioni më shumë tituj për ekipin kombëtar dhe për gjithë Shqipërinë, pra rekordmen i këtij sporti. Gjithashtu jam medalja parë europiane për sportin e boksit në Shqipëri, dhe tash po shoh më lart, po synoj që të arrije po të suksese dhe suksese edhe më të larta në boksin profesionist, që është një rang më lart se boksi olimpik. Përmendet boksin profesionist, fitoret për më tepër po vinë në salla me famë, siç ishte ajo Work Hall e Londrës apo të tjera, duke që këto janë pikërisht ato çfarë po e ngacmojnë tani e tutje. Them vërtetën, piles në marrëdhënie që kena tashmë me promocionin, një në promocionin më të mëdha në botë dhe promocioni më i famshëm i pesha veterana heavyweight, i cili është Frank Warren, Queensberry Promotion. E kam ndaluar momentalisht me bën ndeshje në salla të vogla, kështu që salla ku do bëjnë ndeshjen e ardhshme është një ndër sallat më të mëdha të boksit në botë, është sallë me 23.000 veta dhe unë jam një në ndeshjet kryesore të asaj nate. Çfarë presim? Ju përmendet ndeshjen e muajit shkurt në Manchester, por çfarë presim konkretisht nga viti 2025 nga Nelson Hysa? Gjergj,
ajo që ne kena anër dhe po punojmë bashkë me stafin, biles tash edhe tim gjete bashkë me trajnerin Gjoni, se ma atë i kam marrëdhënie që 25 vjet shumë të afërta dhe sipas planit të tij kena ecë normalisht me sugjerime nga njerëz të jashtëm, sepse tash po bashkëpunojmë me promocione nga jashtë. Shpresojmë që këtë neshje ta kalojmë dhe mas kësaj neshje ne duhet të jemi diku të renditën te top 7, top 8 që e botës, domethënë në rankimin e botës në numrin 7 ose 8. Presim një neshje tjetër mas kësaj dhe besoj që kam e kënë sfidanti numër 1 për titullin kampion botës, për kush tjetër kampioni i botës i WBO-s. Përmendet titullit kampion me boksin olimpik, por tashmë po flasin për shifrat larta. Njëherë keni premtuar 100 e boksit profesionist, tashmë po pretendoni 7-8, duke që karriera ka shkuar ashtu siç duhet. Po, faleminderit Zotit, më ka njek them edhe fati, puna jonë shumë e madhe, bashkë me stafin. Nuk e harroj kur të një Zot Gjoni, edhe ditë që nuk jam afër, ai është ndodhur gjithmonë afër meje me këshillat e tij gjithmonë të vlefshme. Gjë që diku më ndu këndave që të shkosh në top 100. Me punë arrihet çdo gjë, me punë, ai them vërtet sakrificë, se kjo është sakrificë e madhe që na bëjmë. Kena arrit që sot për sot unë jam numri 12 në botë në federatën WBO-s dhe mes kësaj fitore besoj që duhet të rankohem diku me 7-8 më të mirët e botës. Përmendet sakrificat. A është vërtet sakrificë të merresh me sport sot? Them vërtetën në Shqipëri momentalisht me bë boks profesionist është sakrificë. Jo me kot falenderova Zotin Beci. Shpresoj që viti 2025 është viti që Shkodra shpall qyteti sportiv dhe kam bisedu me një promocion shumë të madh dhe shpresojmë që vitin 2025 sjellim një titull shumë të madh, se nuk mund ta premtoj për titullin e botës, por një titull shumë të madh në Shkodër dhe t'ia shpërblej Shkodrës dhe gjithë sportistëve të Shkodrës që të shohin një neshje të niveleve të larta, aty ku ne kena parë fëmijë të vegjël ku kena pas ëndër me pa. Nelson, ju jeni në boksin profesionist, një nga faktorët dhe aktorët kryesor për momentin, por nuk e keni në dorë as promocionin. Duket që ardhmja do të jetë sërish tek boksi për ju. Jam them vërtetën përveç punës në universitet si pedagog, puna ose pasioni jem për boksin është shumë i madh. Kam shumë dëshirë të ndihmoj shumë djemë të ri që janë në Shqipëri, edhe ta them me plot bindje që djemtë shqiptar janë djemtë më të fortë dhe më të talentuar që ka Europa në boks. Unë i shoh shumë në neshjet të mëdha, në neshjet ndoshta më të vogla, djemtë shqiptar tregojnë që kanë karakter, tregojnë që janë stërvitur mirë, e tregojnë që janë e ardhmja e sportit evropian në boks. Jetoni në Tiranë, por jeni shumë i lidhur me Shkodrën. Çfarë Shkodra për Nelson Hysen? Gjithçka, them vërtetën për mua nuk më ka të ndu asnjë lloj oferte, nuk më të ndon asnjë lloj gjëre mu largu për Shkodrës, edhe biles kur kishin një problem në Londër se kishin shkruar për Tiranën, para se me him neshje gjeta mundësinë i thash, shiko, kur i gjoni pak problemi nuk jam për Tiranën, unë jetoj në Tiranë, unë jam për Shkodrën. Shkodra më ka dhënë dashurinë e parë që është sporti, më ka treguar që me punë arrihet gjithçka, është qytet ku unë jam më respektuar se në çdo vend tjetër të botës, edhe nëse dal kampion botë në Amerikë kudo, unë jam djalë Shkodrë, edhe ashtu kam vënë deri në fund karrierës time dhe shpresoj që vazhdoj të jap për këtë qytet gjëra që duhet me avon Shkodrës, se Shkodra meriton me pas vetëm nivele të larta, meriton me përfaqësuar në nivele kaq të larta sa unë jam duhet përfaqësuar Shkodrën. Në sfundi, çmimin e më të mirë vit 2024, keni një dedikim? Po, çmimin e më të mirë vit 2024, unë kam dedikim special për familjen time, i falenderoj që më mbështesin gjithmonë, edhe du mi kërku të falem edhe për pak vite që do jem në 100% në angazhim sportiv dhe shpresoj që ato t'i bëj krenar bashkë me ato edhe Shkodrën edhe Shqipërinë. Faleminderit. Faleminderit ju.